Numërimi prapa ka nisur, Shkodra Elektrike është gati të ngjitet në skenën e madhe të Eurovisionit. Këtë vit, përfaqësimi i Shqipërisë në festival ka 2 fish më shumë vëmendje këshërim. Kjo sepse Zjerm rangohet lart jo në një, por në disa vlerësime, teksa artikulohen edhe si fitues potencial të këtij viti. Shihen në skenës, Beatrice dhe Kolja provuan në prova që kanë shkuar shumë mirë. Nga ndryshimet i shohim më tepër te viewing room se sa aty për aty ku janë të marrë performancën. Po aty për aty ka ndryshime, ku diun për shembull, në dukse në krahasim me provën e parë volumi jashtë i publikut ishte më i nelt dje, prandaj patën një lloj për kufit i fije më të nelta krahasim me provën e parë. Këto gjëra të vogla, në çfarë krejt detaje krejt vogla, por gjërat e tjera të paktën për mua që krejt çdo gjë rregull në këtë. Beatrice ishte edhe më mirë. E prej disa javësh në rrjetet sociale, Beatrice po komentohet para urën e një dive. Si e bën kjo të ndihet? S'di pse, dhe me thënë unë... Ja më një diva ti tamam e kanë ata. Që kanë kuptuar. Skena bën shumë si diva, po. Për mua është emocion e mirë e madhe. Me prezentu shtetin tonë, me prezentu me një këngë që kena shkru bashkë, ka është një emocion tamam e madhe fort, edhe e thellë. Që tjetër, jena të përgatit. Unik në çdo aspekt përfshirë edhe imazhin. Për fustanin e Beatrices është përkujdesur nëna e saj. Do t'jenë surprizë e madhe. Deri tash ajo më fjalë që është Beatrice është Rozafe, unë jam ai moratori që në të më kalan. Kjo është deri tash. Po për atë turkoz carpet, nuk dia si shqiptohet, kena me pas veshje të bukura, dhe aty mama në ka bërë veshje shumë bukura, ka punu fort natë e ditë, inshallah ka një përqim. Eurovisioni është më shumë se një garë, është një eksperiencë kulturash e shtetësh. Si po kalojnë me ta? Po, në kena qatë bashkë me të gjithë. Mos ta mungojnë 2 këngëtarë unë njeh se nuk e përdorin Instagramin, po jena tonë një netin qatë aty shkruajmë gjana, nisim një tjetrin mesazhe. Atë që di, mesazhi po që kena nisi, kena ftu të festa jonë që kam ngjanë sonde këtu në Bazel, një festë alla shqiptarshe me Oda Aliti DJ, Klep, një DJ italian që të shkopar remixin e këngës Zjerm, që se nuk e kemi dëgju, shkoni e dëgjoni e përgatitje me këcy. Ata ishte ka me kanë festë bukur ku kena me i taku të tonë. Me një prej shteteve nuk ka pasur kontakt. Po, të tonë gati kena... Tonë kena njoftë, po. Nështë të Greqinë, vajzën e Greqisë nuk ka kanë për partja. Nuk ka kanë. E nuk kena pas mundësi më njoftë, isha një na sonde. Edhe, po me të gjithë jena njoftë, me të gjithë kena kriju fill mici, për që janë shumë të dashtën. Janë ta njës dashtën që dojnë letë me ba feste, me gëzur. A gjatë shumë e po përke. E kujt do t'japnin 12 pikë Shkodra Elektronike? Na e kishim dhënë 12 pikë me studiu islandez dhe 2 vëllezër islandez. Ai do na shumë. Si do fort. Janë të mirë fort, ja kishim dhënë 12 pikë. Janë të mirë në zemë. Atë edhe 24 edhe 73 pikë kishim dhënë. Po. Atë janë të jetu janë 3 adin, kanë në përmëzime janë, kanë energji. Super pozitiva. Si do që të shkoj revizioni këtë vit, një gjë është e sigurt, në Kosovë do shihemi shumë shpejt me grupin. Shpresojmë që do të shihna relativisht shpejt pas revizionit në Kosovë. Këtë verë nuk i dina datat tamam, se nuk e di sinqerisht edhe a mund të thonë apo se nuk e di si është organizuar. Por mund të më thonë, por nuk i marr mend volsi. 13 qershor në Prishtinë. 13 me 13. 13 qershor në Prishtinë. 13 qershori për shifrën në Prishtinë. Edhe kaç? 2 gusht Dokufest. Edhe me 2 gusht në Dokufest do të shifrën. 3 gusht. Me 13 qershor e me 3 gusht në fjalë. Jena në Prishtinë, në Dokufest. Se na kena disa këngë treja për me bëhe me këcy. E me mi. Intervistën s'mund ta mbyllim pa një mesazh për të gjithë shqiptarët. Përshëndetje tanë fansëve shqiptarë tanë botën, dhe jashtë shtetërore shqiptare, falenderoj për supportin që jeni të na dhanë. Kjo është në kuqe nuk është të na dhanë support,
s'na napin, që po pret? Faleminderit. Edhe ju. Faleminderit. Mirupafshim. Për autorën e festivalit, Zefina Hasani, Shkodra Elektronike erdhi me një proces transparent. Sigurisht Shkodrën elektronike unë e kisha dëgjuar si gjithë shqiptarët e tjerë në fillimet e tyre me atë stilin unik të tyre për të sjellë këngët e vjetra shkodrane në një formë më moderne, më elektronike, çka është tashmë edhe shtylla kryesore e gjithë artit që ata krijojnë. Kur erdhëm në festival, sigurisht në momentin që ne na erdhën këngët edhe i dëgjuam të gjitha, pa diskutim nuhatja e të gjithëve ne ishte që do ishte një nga këngët pretendente për të fituar, por sigurisht duhet prisnim deri në momentin e fundit sepse gara ka qenë shumë e fortë në festivalin e vjetorit që kaloi. Dhe kjo ishte ajo çfarë ne na bënte gjithë si ekip për të besuar në një garë të bukur, në një spektakël të bukur, atë që në fakt meriton festivali i këngës në Shqipëri. Dhe gara u la e lirë, e pastër, me atë energjinë dhe dinamikën që krijon një konkurrencë e fortë mes shumë këngësh të bukura. Dhe Shkodra bëri atë që ne e quajtëm në ato ditë revolucionin e madh. Pra në këtë kohë kur audienca më e madhe preferon një lloj muzike pop, një muzikë më moderne, këngë si këto të Shkodrës elektronike janë ose duket sikur janë më të vështira për tu perceptuar, për tu përthith nga gjithë publiku, por në fakt me zjermin ndodhi kështu që u ndezën zjerm të gjithë. Ishte një vot unanime, një vot publike, gara, siç e thash, përsëris u la krejt e pastër dhe e hapur për të fituar më i miri. Shkodra po pëlqet dhe kjo realizohet në ajër. Çka po duket këto ditë ose në gjithë këto kohë e para përgatitjes së Eurovisionit, në për turnet ku ata kanë shkuar për të promovuar këngën e tyre, po tregon se kjo këngë ka kalu kufijt e Shqipërisë me kohë, edhe jo vetëm tek shqiptarët, por edhe tek të huajt. Këto ditë të Eurovisionit, në kaq pak ditë sa kanë mbetur për të arritur tek data e gjysmëfinales parë ku Shkodra elektronike përfaqëson Shqipërinë e 12-ta, ne kuptojmë që çdo ditë që kalon të huajt e mësojnë gjithmonë më shumë këngën. I dëgjojmë nëpër hallet e arenës ku do të zhvillohet Eurovisioni, i dëgjojmë nëpër hallet e hotelit ku ne po rrim që këndojnë shndrit. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur. Por nëse fiton dyshja Eurovisionin, a ka kapacitete Shqipëria që të jetë mikpritëse vitin tjetër? Asgjë s'është e pamundur. Unë gjithmonë them që gjithçka, çdo projekt varet nga vizioni dhe nga dëshira që ke për ta kryer. Nëse kjo mrekulli ndodh, pra nëse Shkodra elektronike shpallet fituese, Shqipëria unë jam e bindur që i merr të gjitha masat edhe bën të mundur realizimin e Eurovisionit. Ne kapacitetet i kemi, njerëzit i kemi, sigurisht Eurovisioni kudo që shkon lëviz me gjithë strukturën e vet që e ka të jashtëzakonshme, sepse i kam parë nga afër tashmë edhe janë një industri më vete, por po të ketë vizion dhe po të ketë dëshirë dhe po të ndodhi kjo, patjetër Shqipëria i gjen gjitha mundësitë me e bë Eurovisionin në Tiranë. Shqiptarët do t'ju them që është momenti absolut i padiskutueshëm që me votën e tyre t'i japin meritën, vlerën që e meritojnë Shkodra elektronike. Është kënga e duhur që na përfaqëson të gjithëve, edhe në traditë, edhe në moderne, që na përfaqëson me dy artistë që janë unik në llojin e tyre, edhe që ja vlen me pozicionu në vendin ku ata meritojnë dhe pse jo me u dhënë fitoren. E meritojnë ata, e meriton Beatrice, e meriton Kola, e meriton Shkodra elektronike, e meriton radio televizioni shqiptar, e meriton festivali i këngës ndër vite që çdo vite më shumë
lufton edhe përpiqet për më të mirën e artistëve dhe të artit shqiptar, dhe e meritojmë pa diskutim të gjithë ne shqiptarët, dhe e meriton Shqipëria. Jemi në momentin më të mirë, vetëm duhet me votu. Me shpresat në kulm, kemi vetëm një thirrje. Votoni. Kaq duhet bëjmë që këtë dyshe fantastike ta çojmë ku e meritojnë.